Po shpresoj prapë si Mitrovica si qyteti i sportit është duke e majtur dinamikën. Gëzon fakti që ngadalë edhe jemi duke forcuar në sporte kolektive. Mbahet mendoj tradita me vajzat, po mendoj definitivisht klubi më organizuar dhe me rezultate aktualisht janë futbollistët. Po mendoj të klubit Mitrovica, kurse gëzon fakti që ka filluar një kushtimisht themi një basketomani, pra i kthehet publiku, i kthehet edhe trepça rezultateve, po shpresoj që edhe do të ketë disiplinë dhe publiku të jetë pak më i disiplinuar, që i ka posaçërisht një hije rënd i ka ra në finalen që ishte në Prishtinë. Shpresoj që këto skena të mos përsëriten, kurse prap përjetar udhëheqin sportet individuale. Këtu me rezultatet hedhjes së gjylës dihet, po mendoj me vite jemi të mësuar nga Ramadani që është duke mbajtur ritmin, kurse gëzon fakti edhe i Laura, e cila definitivisht Laura Fazliu, e cila është duke arritur në majet e gjudës botërore, dhe shpresoj që dal nga dal edhe në karate edhe në sporte tjera individuale do të arrihet të kthehet fama edhe nama e Mitrovicës dhe të vijë edhe sporti Mitrovicës aty ku e ka vendin. Po para se të orojnë ndoshta ta preku edhe një lëmiku me pasion kam punuar ndër vite dhe po punojmë. Për herë të parë në Kosovë do ta kemi një format të ri të futsallit, pikërisht me ligën e veteranëve, jemi duke afër finalizimit ta kemi ligën dimërore, që është një risi që nuk e ka pas, po mendoj, në Kosovë, dhe këtu prap do të jem përjetar dhe shpresoj që shumë shpejt edhe me kushtimisht e them revolucioni i dytë në futsal do të filloj pikërisht nga Mitrovica. Kurse për fund vitit gjithë sportistëve ju dëshiroj një vit të ri të mbar, vit të sukseseve atyre familjeve tyre, donatorëve, sponsorëve dhe shumë njerëz që dihet me sportistë edhe një armatë e njerëzve që janë afër tyre. Shpresoj që do të ngrisin namin e sportit dhe padyshim e dini se prap nuk thotë koti që ambasadori më i mirë është sporti, dhe shpresoj që ambasadori më i mirë i Mitrovicës dhe i Mitrovicasve do të jetë pikërisht sporti. Gëzim me urime dhe shpresoj që do të kemi edhe çaste dhe momente edhe më të lumtura së bashku me sportistët tanë.